mujtë mirë të komponohen, kështu që pas këtyre dy ndeshjeve, domethënë sot me Ballkanin që zhvillon ndeshje nuk po që grupi veç ka marrë formën vetë dhe ekipi ka funksionuar shumë mirë sot me lojën që kemi bërë kundër Ballkanit. Okej, President, jeni në garë, thatë edhe vetë, edhe në Kupën e Kosovës, por edhe në Superligën e luftën për mbijetesë. Ku është fokusi i Ferizajt? Po, fokusi normal është që mbijetesa në Superligë, se unë ndëgjova më herët edhe prej panelistëve për disa ekipe tjera që po fokusohen ndoshta vetëm te kupa, që unë mendoj që është gabim, sepse vërtet është që kupa nuk duhet ta gjallë nëse ti nuk je në Superligën e Kosovës. Kështu që ne do ta provojmë, domethënë në të dyja frontet, edhe sepse kemi fond të mjaftueshëm tash të lojtarëve, dhe besoj që kemi kapacitete edhe fond të mjaftueshëm, me faktin që sot kemi pas mungesa, edhe me Ballkanin kemi pas mungesa të disa lojtarëve që kanë qenë të lënduar, mirë po shpejt besoj që deri ka fundi javës do të rikuperohen dhe do të jenë pjesë e grupit në dispozicion të kryetrajnerit. Besoj që edhe në garën për Kupën e Kosovës ne do të jemi aty. Ju e dini që ne do të ndeshim me Kosovën, me Vushtrinë. Kemi ndeshjen me Vushtrinë dhe kemi si vendas. Po. Nuk është për të nënçmuar pse është e ligës parë, mirë po besoj që me që jemi vendas, mendoj që është pak më lehtë që ta mposhtim Vushtrinë dhe të jemi në gjysmëfinale. Pse mos jemi? Ndërsa në pjesën e kampionatit besoj që do të jemi të fokusuar shumë më shumë. Në ndeshjen e radhës ne zhvillojmë me Dugaxhinin, ku besoj që brenda kësaj jave e gjithë java do të përgatitet ndeshja kundër Dugaxhinit.